Salam aleikum, në qovë se ta afërmit e mi kanë folë keq për një djalë, veç pse ai është besimtar i devotshëm, edhe për këtë arsye thotë është pengu fejesa. Qa kishe me thonë? Kishe me thonë që nëse kjo është sebeb, atëherë shejtani ka shfrytzu të afërmit e tu, që përmes gojës tyre me folaj. Shejtani me fol dhe me pengu një fejes dhe martes të dy besimtarve. Shejtani gjën më kryesore në jetë e ka prishje në një familje. Janis duke u mundu djalin e mirë me martu me vajzë të keqe, ose vajzën e keqe, ose vajzën e mirë me martu me djalë të keq. Nëse nuk mund këtu, atër kalon me shpif kundër njëri tjetër që mos marrë deri te fejesa. Nëse fejon ato dy, atër shpif që më u prish fejesa. Nëse s'mon, atër më u prish martesa. Nëse edhe këtë së ne ban, atër mos me ba fëmijë. Nëse mbetet gruaja shtatzan, atër me mundu me çdo kusht me e abortua ajo fëmijën përmes vezveseve të shejtanit. E ka dal deri me mrinj aty me tratu ata njëri tjetrin edhe mes me e dasht. Në momentin që e prish, në cillën do etap, ai e konsideron veten një arritje të madhe. Njerëzit që flasin keq për një djalë besimtar, veç pse është i devotshëm, themi se ata janë shejtan në formën e insanit që po flasin kundër apo po shpifin kundër një besimtari. Ku për ta se ky djalë dhe kjo vajzë, nëse s'kan arrit me u martu shkaku i këtyre shpifjeve, ata do të kenë përgjegjësinë në botën tjetër. Prandaj rujuni, mos i merrni në qafë djemtë dhe vajzat e devotshëm me shpifjet e juaja.